Zoti Dumani ka të drejtën e tij si qytetar i këtij vendi të ushtrojë detyrën e tij të votimit, por në asnjë moment zoti Dumani nuk mund të marrë rolin e politikës dhe të bëhet politikan në krye të detyrës. Zoti Dumani në rast se do të bëhet politikan, derën e ka të hapur tek Partia Socialiste, se zoti Rama e ka promovuar, e ka mbështetur për arritjet e tij spektakolare duke arrestuar jo vetëm kundërshtarët e zotit Rama politikisht, pra kundërshtarët e tij nga opozita, por edhe kundërshtarët e brendshëm brenda llojit të Partisë Socialiste. Pra do të thotë zoti Dumani ka një vend brenda në Partinë Socialiste, po jo si një kandidat për kryetar partie, por si një deputet, një ministër i cili do të gjithmonë në varësi të zotit Rama. Zoti Dumani në rast se pretendon të marrë karriken e zotit Rama, jam i bindur që zoti Rama do të gjejë aleat politik që të bëjë zotin Dumani shembull si rasti i Maqedonisë së Veriut. Për ta mbledhur kush duhet ishte arrestuar sot sipas mendimit tuaj që Spaku ju thoni që nuk ka vepruar? Së pari unë nuk pres nga Spaku. Nuk e di. Unë asnjëherë s'kam pritur nga Spaku asgjë. Unë nga Spaku kam pritur që të luftoj krimin e organizuar dhe terrorizmin që vriten fëmijë, vriten njerëz të pafajshëm në rrugë, edhe në vend të merret Spaku thotë nuk kam kompetencë se nuk kemi konstatuar grup të strukturuar kriminal, ndërkohë të vriten njerëz në mes të rrugës. Po se bëri Spaku këtë, kush do ta bëjë? Avokati shumë e çuditshme. Prandaj nuk pres Spakun të bëjë diçka sepse Spaku bën çdo gjë për Partinë Socialiste. Avokate, dy çështje, kemi rezultatin dhe ndërkombëtarët. Së pari tek rezultati kanë dalë të parat në pustet si gjithmonë. Në këtë rast si gjithmonë që dalin të parat, dhe në këtë rast PS-ja është para dhe në vor tek votimi elektronik që kanë dalë disa nga kutit pra në media. PS-ja është përpara. PS-ja është përpara, do dalë rezultati përfundimtar, po mua nuk më thot diçka rezultati. Jo, thjesht një gjë e vogël, domethënë si nisje. Por ku prisni që të jenë qarqet që të bëjnë përmbysje dhe kthesa të mëdha? Surpriza ka dy kuptime. Ka surprizë pozitive dhe surprizë negative. Në rast se ti ke surprizën e rezultatit që të kënaq, është pozitive për ty. Në rast se ti ke surprizë e rezultatit që është negativ, është kundër teje. Pra do të thotë është mënyra se si ti e koncepton rezultatin dhe do të kuptosh nga rezultati çfarë ishte në favorin tënd apo në disfavorin tënd. Duke qenë në këto kushte, unë si qytetar i këtij vendi, ashtu siç e kam thënë publikisht, edhe do ta them përsëri dhe pa hequr asnjë pikë, dhe duke qenë gjithmonë koherent, jo si ata që thoshin qeveri teknike, ku është qeveria teknike, do kishim, ku ishte shtyrja e zgjedhjeve, do kishim, ku ishte arrestime të paimagjinueshme, do bënte nami këtu gjitha këto. Nuk ka. Pra, unë i qëndroj me mendimin tim, që unë do doja që këto zgjedhje të mos kishte asnjëri prej dyve partive kryesore mbi 70 mandate, pra veç e veç, po të kishten në një koalicion, tani a përfshihet Partia Demokratike me Partinë Socialiste, a përfshihen subjekte të tjera, por Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në asnjë moment mos të kishin veç e veç nga 70 mandate secila në rast kush do të bënte qeverinë. Ky nuk është një mendim personal për përfitime personale, sepse kjo është për përfitimet e qytetarëve, sepse personi që përballet me padrejtësinë e hipotekës është edhe i majtë edhe i djathtë, me parti pa parti. Dhe sot hipoteka është një pronë private e partisë në pushtet. E përdor ai tapin tënde, djersën tënde, si një pronë private për veten e vet, bën ai gjithë ato skandale të papame, të paimagjinueshme, jep të investitori strategjik, sikur është shtëpia vet, prona vet, dhe në fund fare ti e pa tapin shtëpi. Ky nuk është shqetësim që e them unë sepse e them, si një thash e them, por ky është një fakt konkret, që ne qytetarët na them për pronat e tyre, kanë AMTP të cilët ende i kanë kot, i kanë shtëpinë e tyre për t'i mbajtur. Po kjo si zgjidhet në mënyrë qeveritare, nuk zgjidhet dot në mënyrë avokatie. Ç'o ti bëj avokati kur ligjvendësi ka normuar gjëra për interesat e privatit, pra interesat e oligarkëve që thënë këta. Unë i them pushtet ekonomik. Si bëhet kjo nëpërmjet votës që asnjëri mos të ketë mundësi të abuzojë me pronën e qytetarit. Prandaj them që të jem realist edhe me ju, edhe me opinionin publik. Ajo që mua më intereson është që ky rezultat të mos prodhojë një qeveri të një partie politike. Të rejat
duket se ka rënë çik entuziazmi te partitë e reja pas mbytjes së procesit të votimit. Nuk e di, do presim, por ajo që unë shikoj është diçka tjetër.